Komuniteti egjiptian për shumë gjatë ka qenë tregues i integrimit në shoqërinë tonë, por edhe shembull i kontributit të vazhdueshëm. Përkundër kësaj, komuniteti egjiptian ka qenë edhe tregim pa dëgjues, pjesë e historisë sonë, por disi jashtë rrëfimit, nga se asnjëherë nuk është tentuar të trajtohet pikpamja e tyre edhe vetëm për një pikë nga pamja e tyre. E them gjithmonë, një nga vendimet më të mira që kam marrë është emrimi i Elbertit si ministër, jo vetëm si person, po si përkatësi, nga se i kemi dhënë, apo s'paku kemi tentuar t'i japim, trajtim të denjë përfaqësuesi nga një komunitet janashkaluar. Gjatë mandatit tonë, ne kemi ndarë fonde për investime kapitale, për projekte të cilat përmirësojnë infrastrukturën në lagje në fshatra. Ka më shumë të rinje me tepër gra të cilat avokojnë për një pozitë të barabartë në shtet dhe për një trajtim dinjitoz në shoqëri. Pra, janë disa gjenerata për plot përfaqësues, tanë të cilën na bëjnë të kuptojmë se komuniteti ynë është pjesë e rëndësishme në secilën etapë e do të jemi pjesë përbërëse edhe në vazhdimsi. Me lejoni të paraqes disa të dhëna të nevojshme për të ditur dhe për të cilat falenderoj kryeministrin Kurti për mbështetjen e vazhdueshme. Në administratën shtetërore në vitin 2022, sipas të dhënave të Departamentit për Menaxhimin e Zyrtarëve Publik, figuronte vetëm një zyrtar me përkatësi etnike egjiptase, ndërsa sot janë plot 15 pjesëtar nga komuniteti egjiptas, duke shënuar një rritje e cila i ka paraprirë pastaj një rritje të numrit edhe në sektorët e tjerë të shtetit. Në vitin 2021 ishin vetëm 7 pjesëtar të policisë nga komuniteti egjiptas, përderisa sot janë plot 23 pjesëtar. Për të rastin me ju falenderu për ndryshimin e bërë prej këtyre 4 viteve, ku kësaj radhe Partia Liberale Egjiptiane ka marrë ftesë për të qenë pjesë e një tryeze ku manifestohet dita e komunitetit egjiptian, pra me këtë rast e vren një ndryshim pozitiv dhe jemi mirënjohës për këtë ftesë dhe jemi bashkë me strukturat e Partisë Liberale Egjiptiane. Zoti Kryeministër, kjo ditë shënohet kushtuar 24 qershorit, ditës nacionale të komunitetit egjiptian të Ballkanit. Pra datë referencë ka Kongresin e Shoqatës së parë të egjiptianëve të Ballkanit, pra 35 vite më parë. Duke qenë mik i komunitetit egjiptian, zoti Kryeministër, dhe ju vlerësoj si tillë, ne si egjiptian jemi mësuar që me miq me qenë sinqert, edhe me kanë sinqert gjithë jetën. Pa dashur me kontestu krejt ato që u faktu, edhe duke u pajtuar me një pjesë, por duke mos u pajtuar me një pjesë, unë sigurisht edhe duke ju parë si shumë liberal, besoj që pranoni edhe anën tjetër të situatës e cila mbizetron në komunitetin egjiptian. Nga ky takim, konsideroj edhe vlerësoj që është një moskujdes institucional kushtuar kësaj dite. Egjiptianët janë lojal të Kosovës, janë kategori kushtetuese, janë kontribues, janë shtet ndërtues dhe janë pjesë përbërëse e kësaj shoqënie. Përpos ftesës që kemi marrë, për të qenë pjesë e këtij takimi, nuk kemi marrë një koordinim, nuk kemi pasur një koordinim paraprak në mënyrë që ky manifestim i kësaj dite, përkatësisht i kësaj jave, të jetë më dinjitos. Përpasoj, konsideroj që sot ky manifestim i ka disa mangësi, e cilat janë me rëndësi të veçantë. Për organizimi shtetëror organizon tryezë me rastin e kësaj dite me datë 20 qershor, ndërsa dita e komunitetit egjiptian është 24 qershor. Për ne është ngjajshëm sikur të shënohet 28 nëntorit, të shënohet me datën 24 nëntor. Në këtë manifestim shtetëror nuk është amblema egjiptiane të Ballkanit, e cila është në përdorim që nga viti 2015, autorin e secilit e kemi në tryezë. Kryeministër, kjo është amblema egjiptianëve. Normalisht në një ditë të egjiptianëve do duhej kjo amblemë të jetë prezente.